domosdoshëm dhe jemi në momentet e fundit, si dhe në seancën e radhës do të jenë edhe marrëveshjet ndërkombëtare. Besoj se dhe pajtohem plotësisht me Kurtin që duhet këto të kryhen sa më shpejt që të është e mundur spari, domethënë të normalizohen shumë aspektet funksionimit të shtetit dhe shoqënisë të Kosovës, e pastaj dalim në temën për të cilën kemi edhe sa, domethënë diçka më pak se një muaj për me zgjedh presidentin e ri, deri 4 mars data e fundit. Tash, presidenti Osmani ka pas një, domethënë kemi pas presidente e cila ka pas edhe momentet mira, por kryesisht është pa nga partitë opozitare si një e njanshme që i ka shërby vetëm interesave të Kurtit, nuk e ka kry mandatin konform detyrave kushtetuese, pra si faktur unifikues dhe në shërbim të funksionimit demokratik të institucioneve, është pa kryesisht si një shërbim i vetëvendosjes dhe Kurtit që u manifestu edhe me dhënien e mandatit kur nuk ishte të drejtë jep Glau Kunjufsës dhe me caktimin e datës së zgjedhjeve konform preferencave të lëvizjes vetëvendosje dhe Kurtit në datën e 18 dhjetor. Tash, partitë opozitare janë që të gjitha deri më sot, PDK, LDK dhe AK kanë bërë të qartë se në rast se kemë të bëjmë edhe nëse është Vjosa Osmani kandidate e lëvizjes vetëvendosje për